shpall non grata i zonjë, sepse kishte një foto me Ahmedinejadin. Po më lejoni të pyesur pak, të tregoj një gjë qytetar. Kam qenë kryeministër në pushtet, kur shërbimet e huaja më informojnë se Edi Rama ka shku në Teheran dhe është taku me Ahmedinejadin. Dhe se Erion Veliaj e ka bërë atë rrugë disa herë. Dhe natyrisht, nga hetimet e organeve kompetente doli se të paktën në një rast, Rama kishte shku në Internacionalen socialiste të mbledhur në Teheran nga Ahmedinejadi. Pra, çfarë do thot kjo? Shpall një zonjë non grata, sepse, siç e shpjegoj, ka marrë një medalje si lexuese e Kuranit nga fetare, një konferencë fetare. Rasti tjetër, një javë rresht, është apo s'ka qenë luftari UÇK-s, është i tillë apo ja tillë. Arritën në shkallë ekstreme të përbaltin një nga herojt më të lavdishëm të luftrave shqiptarëve për liri dhe dinjitet kombëtar në fund të shekullit 20. Tahir Sinanin.